Tani më shumë se me Kosovën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka filluar që të merret me Hungarinë. Ai dhe kryeministri hungarez Viktor Orban kanë dramatizuar një ngjarje në kufi që sipas analizëve të atjeshëm është spektakël politik i atyre me narracionin e zakonshëm të frikës për një shpërthim afër kufirit mes të dyja vendeve. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se pranë tubacionit të gazit që furnizon Hungarinë janë gjetur ngarkesa eksplozive dhe detonator. Vučić diskutoi menjëherë situatën me kryeministrin hungarez Viktor Orban, i cili thirr një këshill të posaçëm për mbrojtjen. Kurse gazetarët humbtues hungarez pretendojnë se ky rast është urdhëruar nga kryeministri Viktor Orban me qëllim krijimin e një preteksti për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme dhe ndikimin në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Orban është në pushtet që 16 vjet. E gjithë bota e Krishterë Katolike po feston sot Pashkët. Mesha kryesore në Kosovë mbajt në katedralen Shënën Tereza në Prishtinë, nga e cila u përcollën mesazhe paqeje, faleje